Përshëndetje për të gjithë. Të nderuar zë kryeministra dhe deputet. Të nderuar përfaqësues nga delegacioni i BE-s, mysafir, mirë se vini në hapjen soleme të rrugës ekspres Gradsko-Prilev, Gradsko-Drenov. Sot lëshohet aksi Gradsko-Drenov 15 km. Ky aks fillon në Gradsko kurse përfundon në Drenov. Vlera është 37.5 milion euro, ku 70% nga fondet IPA komandirin që në skenë të drejtohet ambasadori i BE-s Mihalis Rokas. Ambasador, urdhëroni. Dear Director of the Public Enterprise for State Roads, Mr. Traganovsky, dear media representatives, dear friends, dobar den I srećna nova godina. Today, we celebrate not just the opening of a road, we also celebrate the gradual implementation of a shared vision and a transformative power of cooperation. The expressway, part of the Pan-European Corridor 10, represents over 15 kilometers of modern infrastructure. Funded through an EU grant of over 35 million euro in addition to national co-financing. Zëvendës kryeministër Nikolovski, zotëri Trenovski, përfaqësues të mediave, miq, ju përshëndes dhe urime vitin e ri. Sot nuk festojmë vetëm lëshimin në përdorim të një rruge, por edhe festojmë vizionin si dhe fuqin transformuese. Rruga ekspres që është pjesë e korridorit pan-europian është infrastrukturë 15 kilometrëshe që kushton mbi 35 milion euro. Will bring tangible benefits to both citizens and businesses. Quicker and safer traveling and better accessibility to other parts of this vital corridor, which runs through 6 countries from Austria to Greece, linking current and future members of the European Union, linking the country to the world. Basically, every kilometer of this road contributes to North Macedonia's ambition to strengthen its internal and regional connectivity. Ovo je ekspres. Kjo rrugë ekspres do të sjellë dobi edhe për qytetarët, por edhe për bizneset. Udhëtim më të shpejtë dhe më të sigurt dhe qasje më të mirë të tjerë për këtë korridor që kalon nga Austria e deri në Greqia, duke I lidhur vendet aktuale dhe vendet e ardhshme kandidate të BE-s. Çdo kilometër kontribuon për ambicien e Maqedonisë së Veriut për ta përforcuar lidhjen rajonale dhe të brendshme. Is more than a transport route. It is a lifeline for economic activity. It links communities, facilitates trade, creates opportunities for growth, and reinforces the country's strategic position as a key transit hub in Southeast Europe. This expressway is a critical piece in a border network, the Trans-European Transport Network, which unites us as neighbors and partners. Koridori 10 është më shumë se aks transporti. Është arterje e aktivitetit të transportit
lehtëson tregtin, krijon mundësi për rritje dhe përforcon pozicionin strategjik të Maqedonisë si qendër kyç tranzitit në Evropën juglindore. Ky aks është shumë i rëndësishëm dhe na lidh si fqinj dhe si partner. Is essential for regional competitiveness. By investing in infrastructure like this, the country enhances its ability to attract investment, integrate into regional markets, and create a thriving environment for businesses. So this road is more than asphalt and concrete. It's a foundation for progress, regional cohesion, and shared prosperity. Lidhje ka vlerë të rëndësishme për konkurrencën rajonale. Me investimet në infrastrukturë të këtij lloji, vendi përmirëson aftësinë që të tërheqë investime, të integrohet në tregjet rajonale dhe të krijojë rreth ku bizneset do të zhvillohen. Kjo rrugë është më shumë se asfalt dhe beton. Është bazë për zhvillim, kohezion rajonal dhe prosperitetin e përbashkët. North Macedonia as a partner. Through the economic and investment plan for the Western Balkans, we are committed to building infrastructure that promotes sustainable development, economic integration, and a brighter future for all. I'm very pleased that this is already the second event that since the beginning of the year, and there are just few days that the year has started, and there are many more to come. And this expressway will exemplify how EU investments are creating tangible benefits on the ground, reinforcing our shared European aspirations. Evropskата Bashkimi Evropian krenohet që e ka partner një vend si Maqedonia. Ne jemi të përkushtuar për ndërtimin e infrastrukturës që promovon zhvillimin e qëndrueshëm, integrimin ekonomik dhe të ardhmen më të mirë për të gjithë. Gëzojmë që kjo është ngjarja e dytë në fillim të vitit, edhe pse është vetëm fillimi i vitit, por në të ardhmen do të ketë shumë ngjarje të këtilla. Kjo rrugë ekspres është shembull se si investimet e BE-s sjellin dobi në teren duke përforcuar aspiratat tona të përbashkëta evropiane. Together, let this road be a reminder that cooperation builds bridges, opens roads, and forges a better future. And let this road be a symbol of a partnership that will continue to turn visions into realities. Blagodaram. Kjo rrugë le të jetë simbol nga ajo që mund të arrijmë bashkë. Le të jetë simbol se bashkëpunimi ndërton ura dhe ardhmëri më të mirë. Le të jetë simbol për partneritet që do të vazhdoj të shndërroj vizion në realitet. Ju faleminderit. Денеска во употреба се пуштаат 15,5 kg. Në përdorim lëshojmë 15 km Gradsko-Drenov, por edhe 1 kilometër nga aksi i dytë Farisht-Drenov. Për detajet për këtë ndërtim, Gradsko-Rosoman-Drenov, si dhe informacion teknike e thërras drejtorin e NPRSH-s Zotëri Koci Trenosin. Urdhëroni për detajet. Nderuar kryetari i qeverisë, Zotëri Kristian Mickoski. I nderuar zëvendës kryeministër nën kryetar i qeverisë dhe ministër i transportit dhe lidhje, Aleksandar Nikolovski.
Dua të përshëndes Ministrin e Financave, e cila nuk është me ne, e cila ka kontribut të madh në këtë projekt. I nderuar ministër i punëve të brendshme, vetë qeverisës lokale, ministër paresor, zëvendës ministra, të nderuar deputet kryetar të komunave dhe mysafir. Mirë se vini në lëshimin në përdorim të rrugës ekspres Gradsko-Drenov prej 15.5 kilometrave dhe 1.5 kilometra nga pjesa tjetër. Le të jetë në dobi të gjithëve. Të nderuar, për vetëm 10 ditë, përsëri jemi këtu për të lëshuar në përdorim një rrugë ekspres. Është mirë për Maqedoninë dhe për qytetarët e saj. Duhet të theksoj se procedura për ndërtimin e kësaj rrugë ekspres filloi ndiku në vitin 2012-13 në përmjet planeve, projektimit, përmes realizimit të realizuesve. Diku në vitin 2017 është lidhur marrëveshje me kompaninë Drenas Kavi nga Italia, por duke pasur parasysh realizimin e dobët, për vetëm 3 vite është shkëputur marrëveshje dhe në vitin 2020 është emëruar kompania Strabag. Pas disa viteve, qershor 2024, është ndërtuar një përqindje shumë e madhe, diku rreth 80%. E shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë ata të cilët kanë marrë pjesë, që nga ideja deri në realizimin e këtyre 80% të kësaj rrugës ekspres. Urime për ta. Por viti 2024 qershor, me ardhen e qeverisë së re në krye me kryeministin Mickoski, më duhet të përmend se rruga nuk u përfundua dhe me emërimin tim si drejtor i ndërmarrjes shtetërore për rrugë shtetërore, konstatuan se Strabag gati një vit u tërhoq nga ky aks për shkak të problemeve të pasgjidhura financiare dhe për shkak të problemeve teknike dhe ndërtimore. Rreth një viti u tërhoqën edhe punonjësit, edhe pajisja, mekanizimi. Do të thotë kishte ngërç dhe ngecje të plotë. Nuk e di përse nuk u përfundua këto 20%. Për 2 muaj fal qeverisë Maqedonisë, fal ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, Ministrit Nikolovski, Ministrisë së Financave, nëpërmjet njësisë së tyre CFCD, arritëm ta zhbllokojmë, ta zgjidhim problemet dhe realizimin e kësaj rruge. Shumë të rëndësishme, me atë që kishim problem me një pjertësirë të madhe dhe një pjesë të pa asfaltuar nga këto 20%. Arritëm në periudhën e kaluar, në muajin shtator, për disa muaj tërë këtë ta bëjmë dhe tani sot jemi këtu për që në mënyrë solemne ta lëshojmë në përdorim këtë rrugë ekspres. Më duhet të them se në periudhën e kaluar, përveç pjertësirave, janë bërë të gardhat ndriçimi. Isto така, хоризонталната и вертикалната сигнализация. Сето тоа е направено за неколку месеци. Për disa muaj. Gjithashtu, dua të theksoj dhe të shpreh urime për realizuesin Strabag dhe mbikëqyrësit. Falënderim për të gjithë punonjësit të cilët kanë punuar nga kjo kompani, ku edhe një herë do të se sikur në Stracin edhe tani janë heronjt e kësaj rruge. Një falënderim për punonjësit e ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, punonjësit e Ministrisë së Transportit, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme që kanë dhënë kontribut të madh. Dua të theksoj se me angazhimin e kryeministrit, ministrit të transportit dhe lidhje dhe ministrive të tjera, kjo rrugë përfundoi në kohë. Kjo rrugë
është e gjatë 15.5 km. Edhe 1 kilometër shtesë ka. Ku vlera është 37.5 milion, për të cilave 70.5% apo 26.7 milion euro janë nga fondet IPA. Dua të falenderoj edhe ambasadorin e Bashkimit Evropian, i cili është me ne, për ndihmën që na ka dhënë në realizimin e infrastrukturës rrugore. 5% 10 milionët e tjerë janë me bashkëfinancim nga vendi. Kjo pjesë e korridorit 10D ka vlerë të rëndësishme për Maqedoninë Qendrore dhe Maqedoninë Jugperëndimore, sepse me këtë lidhen Prilipi, Manastiri, Resnia, Ohri deri në Greqi. Kjo rrugë do të mundësoj qarkullim më të sigurt, më të shpejt dhe më komfort, dhe do të plotësojmë me zhvillimin e kësaj pjese të Maqedonisë. Ju faleminderit, i nderuar kryeministër Mickoski, i nderuar ambasador i BE-s, të nderuar drejtor, ministra, deputet, kryetar të komunave, zonja dhe zotërinj, është kënaqësi që vetëm për 10 ditë një hapje apo lëshim në përdorim shumë i madh, sot e hapim rrugën ekspres që duhet të na lidhë nga Gradsko deri në Drenov, pjesë e rrugës ekspres Gradsko Drenov Farrisht, një rrugë shumë e mirë që në kupton shumë dhe shumë rëndë për lidhjen e Prilipit dhe Manastirit, por edhe komunëve Mogil, Novac, Krivogashtan, Krushevës, kuptohet Rosoman me kryeqytetin, por gjithashtu nën kupton edhe lidhje me Greqinë fqinje dhe kuptohet lidhje me korridorin 10. Ky është korridori 10D që duhet të nënkuptoj lidhje me autostradë me kufirin e dytë me Gjitlia. Urime për të gjithë që morën pjesë në ndërtim. Këtu i shoh punonjësit të cilët kanë punuar me mund dhe kanë punuar me plot kuptimin e fjalës në çdo minutë që ndihmuan kjo të realizohet. Kur hapim projekte të këtilla dhe kur paranesh kemi projekte të përfunduara, vërtet është mirë të thuhen gjëra të mira dhe këtë dua të falenderoj kryeministrin për përkushtimin, pa të nuk mund kjo të bëhej, për çdo ditë e ndiqte punën, ndërtimin e kësaj rruge. Kryetar, ju të faleminderit për mbështetjen dhe për përkushtimin. Gjithashtu dua të falenderoj edhe Bashkimin Evropian për shkak se ka komponent shumë të rëndësishme në aspektin e granteve dhe blok dotacioneve, por gjithashtu edhe për shkak të disponimit për të ndihmuar shtetin, sepse shteti nuk është vetëm kryeqytet, por duhet të zhvillohet në mënyrë të barabartë edhe pjesët e tjera. Nuk dua të flas për probleme, thash se do të përfundojmë projekte, ne jemi zgjedhur për të punuar e jo për të ankuar dhe për të arsyetuar, por para meje, siç mund të shihni, është shkruar në dorë, pak me flomaster, e kam dokumentin e parë që e mora kur u bëra ministër i transportit. Kokëdhimbja e parë me të cilën u ballafaqova. Kjo është raporti për gjendjen, se në çfarë gjendje ishte ndërtimi i kësaj rruge. Shkurt do t'i përmend drejt për drejt. Punonjës nuk ishte, aktivitete nuk ishte, nuk ishin zgjidhur pjerësirat dhe mungonte rreth 13 milion euro që të paguhet dhe të realizohet kjo rrugë.
realizuesi përgatitje për arbitrazh, hapat e para u morën dhe siç thash, punonjësit u tërhoqën. Shkaku ishte se qeveria e mëparshme 1 vit e gjysmë nuk donte të nënshkruaj 2 memorandume që u diskutuan me delegacione dhe nuk donte të themeloj komision që do të realizoj. Qeveria e re për 1 muaj themeloi komisionin, u themelua në fund të korikut, gjatë muajt gusht u përpunua përmbajtja për 2 anekset dhe me 12 shtator u tejkaluan problemet. 12 shtator deri në vitin e ri u përfundua dhe tani dua të uroj të gjithëve sepse kemi rrugë të përfunduar. Këto gjëra duhet të përmenden sepse populli duhet të di kush punon dhe kush nuk punon. Këtë rrugë që shihni është real, nuk është bërë me inteligjencë artificiale siç ishte në disa spote propaganduese dhe kjo është dëshmi sepse kjo qeveri duhet të mbështetet nga populli. Për kohë të shkurtër do të lëshojmë në përdorim pjesën e dytë, Drenov Farish, ka tunele shumë të bukura, shumë të mira, që nënkupton përmbajtje të re nëse doni edhe në pjesën turistike që ofron rajonin. Më tej do të punojmë për ndërtimin e shiritit të tretë drejt Pletfarit, Begovodic Prilep, se si mundet nga Shkupi në Prilep të udhëtohet për 1 orë apo 1 orë e 10 minuta. E dini se merremi me që prej Shkupit në Manastir të udhëtohet për 1 orë e gjysmë. Urime, faleminderit kryetare edhe një herë. Le të jetë për të mirën e të gjithëve. Ju faleminderit. Tani në skenë e sëras personin më meritor për këtë projekt, kryetarin e qeverisë dhe kryeministrin Christian Mickoski. Urdhroni. I nderuar ambasador i BE-s, Kalis Rokas, i nderuar zëvendës kryetar i qeverisë, ministër i transportit Aleksandr Nikolovski, i nderuar zëvendës kryetar i qeverisë Lupço Dimovski, i nderuar drejtor i ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, Koce Trajanovski, të nderuar deputet, kryetar komunash, antar të qeverisë, zëvendës ministra dhe antar të qeverisë dhe bashkëqytetarë tanë. Para se të filloj kjo ngjarje, kisha mundësi që të flas me punonjësit që ishin pjesë e ndërtimit të kësaj rruge. Për shkak se shpesh politikanët vinë në këtë ngjarje, prenë shirit dhe largohen. Dhe disi sikur ata edhe verës, edhe dimrit, edhe ditën, edhe natën, lën pjesë të jetës së tyre duke i ndërtuar këto ndërtime, sikur disi i lihen në hares. Kisha një ndjenjë se kjo ngjarje duhet të filloj prej tyre. Ti shtrëngojmë këto duar të vyeshme dhe ti shohim në sy këta njerëz, sepse ne kemi merit, por ata e kanë meritën më të madhe. Prandaj në emrin tim, ju faleminderit. Ju lutem një duar trokitje shumë të madhe për punonjësit. Gjithashtu, dua të përmend
dua të theksoj momentin kur nga partitë opozitare, para se të ndodhë kjo ngjarje, vinin në këto ndërtime, fotografoheshin dhe e paraqitnin sikur është vepër e tyre, duke dashur që ti politizojnë çështjet. Nuk e di sot a ka ndodhur apo do të ndodhë pas kësaj ngjarje, por sidoqoftë, unë e shfrytëzoj këtë rast të them se ky ndërtim është për qytetarët e Maqenisë. Ata do ta shfrytëzojnë. Nuk është ndërtim politik, asnjë politik nuk do ta marrë në xhep. Qytetarët janë ata të cilët do ta shfrytëzojnë. Mes tjerës duhet t'i falenderoj partitë opozitare që për 7 vite nuk e përfunduan dhe duhej kjo qeveri në krye me VMRO DPMN vleni dhe partia Znam e përfunduam dhe ta shfrytëzojnë qytetarët për të mirë. Do të vazhdojmë me realizimin e projekteve. Kjo është shumë e rëndësishme për ne, sepse ne jemi vend i cili në esencë nuk ka dalje në det, nuk ka burime siç është nafta apo gazi, Ovo nekako si ne dhe kjo është në një farë mënyrë si mungesë. Por ato që e kemi ne, vendet e tjera të Ballkan nuk e kanë. Gjëgjësisht se jemi udhkryq i natyrshëm i 2 korridoreve pan-europiane, korridori 8 dhe korridori 10. Vitin e filluam me lëshimin e përdorim të një rruge të këtill të shkëlqyeshme që lidh qytetet e Kumanovës dhe Kryepallankës, gjëgjësisht Çatal Dllaboçis deri në Kryepallankë, e njohur si Stracin. Ata që u thojnë në Bullgari e din, tani e lëshojmë këtë rrugë të shkëlqyeshme, Gradsko Drenov Farish, që është pjesë e korridorit 10D. Kurse pas disa ditëve prej sot, do të lëshojmë pjesën e parë të hekurudhës drejt Bullgarisë që duhet ta lidh Kumanovën me Velakovcin. Këto janë 3 projekte që duhen ta shënojnë fillimin e këtij viti, që shumë lehtë mund të ishin simbol i një kohe të keqe që të gjithë tentojmë ta harrojmë atë periudhë. Dhe kjo periudhë e keqe na tërhiqte mbrapa. Kur erdhëm në qeveri, kishim dilemë. A të sillemi si para rendësit tanë dhe të themi se jeta fillon prej nesh dhe se çdo gjë që ka qenë më herët duhet të harrojmë, se ne jemi ata që jemi më të mençurit dhe më shumë dim, apo tër ato që janë shpenzuar para të popullit ta përfundojmë dhe ta lëshojmë në përdorim edhe për krah sfidave dhe mungesave që na kanë lënë. Ne vendosim ta bëjmë këtë të dytën. Sepse vlerësonim që kjo është mënyra e duhur se si veprohet me parat e qytetarëve të cilët i kanë fituar me shumë mund dhe me lodhje. Sot jemi dëshmitar të një ndërtimi të këtill. Vazhdojmë më tutje, nuk mbetemi këtu. Kemi kontratë marrëveshje me ndërmarrjen publike për rrugë shtetërore të filloj projektimi i pjesës deri në Prilep nëpërmjet pletfarit që duhet të zgjerohet dhe të mbindërtohet dhe njëkohësisht me dinamik të shpejtë vazhdon ndërtimi i autostradës Prilep Manastir dhe presim sa më shpejt të përfundoj edhe ky aks dhe tentojmë të gjejmë mënyrë se si të sigurojmë
mjetet që të përfundojmë qarkoren Manastir me Gjitlia, ku në mënyrë të shpejt do të shfrytëzohej kjo pjesë e korridorit 10D, ku qindra milion makina vozisin në vit. Gjithashtu vazhdojmë me korridorin 8, ndërtimin e korridorit 8, gjithsesi autostrada që duhet ta lidh Gostivarin me Bukojçanin, më pas procedura e tenderit që duhet të lidh Bukojçan Kërçov dhe me dinamik të përshpejtuar ndërtohej derisa nuk rabora shumë e mirëpritur autostrada e njohur që duhet ta lidh Kërçovën me Ohrin, me çka do ta përfundonim edhe atë aks që është pjesë e korridorit 8, pres që pjesa Vrbnjan Ohër të lëshohet në fillim të këtij sezoni turistik. Pjesa e dytë e maj qershor dhe përfundimisht ajo pjesë të përmbyllet deri në fund të vitit 2026. Në këtë mënyrë e duhet dhe ndërtohet atë dheun. Krijojmë kushte më të mira për qytetarët dhe në këtë mënyrë do të fillojmë të punojmë. Sepse vetëm në këtë mënyrë tregojmë se si ka përfunduar dhe si ka mbetur në një anë tjetër të kaluarës dhe se tani është momenti kur duam dhe ndërtojmë shtetin. Maqedonia duhet me vepra dhe Maqedonia do të bëjmë krenare. Atë që gjithashtu dua ta përmend është një falënderim për ambasadorin Rokas, zyrja e BE-s për tërë atë që e bën për ne, edhe si shtet, edhe si qytetar. Sepse në këtë mënyrë, nëpërmjet projekteve reale, nëpërmjet projekteve që mund t'i shohim të gjithë dhe t'i shfrytëzojmë të gjithë, mundemi më afër ta parafrojmë BE-n dhe vlerat e BE-s dhe jam i bindur që këto projekte bashkë me zyrën e BE-s në vitet e ardhshme do t'i përfundojmë. Gjithashtu më lejoni të falenderoj zëvendës kryetarin e qeverisë dhe ministrin e transportit Aleksandar Nikolovski, drejtorin e rrugëve shtetërore Koce Trajanovski. Ata janë një dyshe shkëlqyeshme, funksionojnë shumë mirë, kanë ekip të mirë dhe i plotësojnë pritjet e qytetarëve. Gjithashtu dua të shfrytëzoj rastin që të falenderoj kolegët profesor dhe fakultetin ndërtimtarisë, sepse kolegët nuk i përmendëm në fjalimet e mëparshme, sepse fakulteti i ndërtimtarisë ka ndihmuar shumë. Ministresha Gordana Dimitrievska Koçovska, ministre e financave, e cila ishte pjesë në fillim dhe e liroi atë pjesë që u bllokua. Falënderim për deputetët për mbështetjen në kuvent, të gjithë anëtarët e qeverisë, kryetarët e komunave nga rajoni Pellagonis, të cilët insistonin për zgjedhje të përhershme. Falënderim për të gjithë ata që kanë lënë pjesë të jetës së tyre që ky aks sot të jetë realitet. Prandaj, le të jetë i dobishëm kjo trase, një fjalë latine thot duhet vepra jo fjalë. Punojmë me nder, sinqerisht dhe me mund. Çdo ditë dëshmojmë se Maqedonia është përsëri krenare dhe e juaj. Zoti ta bekojë Maqedoninë. Ju faleminderit.